Mirë se erdhët koleg mësues. Sot do të flasim për një nga aspektet më delikate, më të rëndësishme dhe më përmpushse të pedagogjisë sonë. Rolin tonë si arkitekt të personalitetit dhe vetbesimit të nxënësve tanë. Tu kemi një thënie shumë të bukur të një personazhi të famshëm si Maya Angelou, që thotë që ka mësuar se njerëzit do të harrojnë çfarë ke thënë. Njerëzit do të harrojnë çfarë ke bërë, por njerëzit nuk do të harrojnë kurrë se si i ke bërë të ndihen. Këtë thënie shumë të famshme dhe shumë të bukur të saj, unë doja që ne ta përshtatshim për ne si mësues. Ne mësuesit mund ta kthejmë këtë thënie duke bërë kështu. Nxënësit mund të harrojnë çfarë u kemi mësuar, por nuk do të harrojnë kurrë se si i keni bërë të ndihen. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në rolin tonë si mësues në ndërtimin e vetëvlerësimit të shëndetshëm të nxënësve tanë. Në misionin tonë që ne kemi për të inkurajuar, për të dhënë vetbesim, për që ata të fillojnë të kenë besim në gjërat e vogla dhe pastaj të kenë besim në gjërat e mëdha, në jetën e tyre dhe në gjithçka. Po ky është ajo që si ne kemi si rolin tonë kryesor. Okej, sot pra ne kemi përmbajtja. Përmbajtja do jetë për këto 3 pika të rëndësishme, do kemi mekanizma, pra 3 mënyra se si ndikojnë direkt në ndërtimin e vetëvlerësimit të nxënësit në baza ditore. Kur do flasim edhe me pak më me detaje, gjithashtu kemi strategjitë, ndërhyrjet kryesore praktike, mikropedagogjike dhe impakti i tyre menjëhershëm. E gjithashtu do flasim edhe në fund për diferencimin, përshtatja e strategjisë sipas moshave të zhvillimore, pra të flasim për pak për ndryshimin shkollare nënveçare dhe gjimnazet, se sipas moshave atëherë është dhe roli i mësuesit ndryshe në ndërtimin e vetëvlerësimit të nxënësve. Pra le ta fillojmë se si ndikojmë ne në vetëvlerësim. Mësuesi është si pasqyrë. Mësuesi nuk është thjesht një transmetues i dritës së dijes apo një burim informacioni statik për lëndën e tij apo të saj. Besimi që një fëmijë apo adoleshent ka te vetja shpesh është një reflektim i pastër i mënyrës se si e sheh mësuesi i tij apo e saj. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që ne duhet ta kemi në mendje në zemrat tona që ne kemi një rol shumë të madh të rëndësishëm në ndërtimin e vetëvlerësimit të nxënësve tanë. Besimi që ne japim atyre shumë i rëndësishëm. Dhe ndikimi jonë është në këto 3 shtylla, pra që ne ndikojmë përmes 3 kanale kryesore në klasë, pra që nëpërmjet fuqia e pritshmërisë, nëpërmjet pritshmërisë që ne kemi, për gjua e feedbackut dhe gjithashtu krijimi një mjedisi të sigurt për dështimin pozitiv. Ne ta nisim fuqinë e pritshmërisë. Fuqia e pritshmërisë, para se të shikojmë teknika specifike, do të kuptojmë mekanizma psikologjik se si ndikojnë të nxënësit tanë çdo ditë. Në fakt, fuqia e pritshmërive është shumë e madhe, efekti Pygmalion, pra. Në vitin 1960, Robert Rosenthal dhe Lenore Jacobson emërtuan këtë zbulim psikologjik bazuar në mitin e skulptorit Pygmalion, i cili me dashuri dhe besimin e tij dha jetë një statue të pajet, sipas mitit, pra. Dhe por parimi bazik sajt është pritshmëritë tona përcaktojnë sjelljen e suksesshme e të nxënësit. Thon thjesht njerëzit bëhen ashtu siç ne zgjedhim t'i trajtojmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra njerëzit bëhen ashtu siç ne zgjedhim t'i trajtojmë, ose nxënësit. Në rastin tonë si mësues, nxënësit bëhen ashtu siç ne zgjedhim t'i trajtojmë, ashtu siç ne zgjedhim t'i besojmë, ashtu siç ne zgjedhim t'i shikojmë. Nëse ne shikojmë këta nxënës dobët, këta nxënës të mirë, e ka probleme. Ja efekti i pritshmërisë në klasë, për shembull, që ka efekt pozitiv dhe negativ, kuptohet.
kur mësuesi beson se vërtet se një nxënës është i aftë, ai edhe pa vetdije i jep më shumë vëmendje, buzëqeshje dhe sfida. Nxënësi e ndjen këtë besim përmes gjuhës së trupit tonë dhe fillon ta shoh veten si të aftë. Fillon të ngrihet vetëvlerësimi në mënyrë të natyrshme. Pra dhe këtë ne e shikojmë këtë gjë kur ne tregojmë përmes gjuhës së trupit, kontaktit me syt apo tonë e zërit, se besojmë te suksesi i nxënësit. Ai e adopton këtë mesazh dhe fillon ta shoh veten të aftë me të vërtetë. Dhe besimi që ne japim është shumë ndikues, është shumë i fuqishëm. Nxënësi mendon mësuesja ka mendim të mirë për mua. Mësuesja beson vërtet që unë mund ta bëj, që unë jam i aftë. Dhe është një nxitës fantastike, një inkurajim shumë i bukur dhe nxitje për vetëvlerësim të shëndetshëm. Gjithçka, po kuptohet që ne si mësues nuk do e bëjmë artificiale këtë gjë, që të nxisim dhe të besojmë gjëra që nxënësit nuk janë të aftë. Nuk mund të themi po që i aftë i gënjejmë, sepse bëhet opozita, pastaj bëhet e kundërta. E kundërta që ai nuk e ka dhunti, nuk e ka talent, nuk e ka. Ne do të jemi të ndershëm me nxënësit. Të ndershëm nxënësit të japim besim për ato gjëra që ne shikojmë që po, ky e ka të ftësi, ky e ka të dhunti, ky nxënës mund ta bëjë, shikon me të vërtet potencialin të nxënësit e tij, jep besim e shikoj që nuk i del doj par një nxitje, një inkurajim dhe në këtij ja jep besimin dhe inkurajimin. E kundër është efekti negativ, pra nëse një nxënës etiketohet si dobët, mësuesi fillon të pres më pak prej tij, vetë mësuesi fillon të pres më pak, dhe nxënësi e dallon këtë ftohtësi, humb motivimin, dorëzohet plotësisht dhe vërteton paraqykimin e mësuesit, paraqykimin e mësuesit. Dhe ky është problem. Ne nuk duhet të bëjmë etiketime të direkt për një nxënës, por ne duhet të vëzhgojmë e të shikojmë që nxënësi, në mendjet tona ne mund ta kemi që është nxënësi dobët në lëndën time, por duhet të vëzhgojmë që ta shikojmë çfarë potenciali ka, si mund ta nxjisi më shumë që mund të përmirësohet e të rritet më shumë. Po ne do të mbajmë mend që vetëvlerësimi është performanca e nxënësit. Nxënësit janë shpesh thjesht një pasqyrim i drejtpërdrejtë i asaj që mësuesi projekton për ta. Tani kemi gjuhën dhe feedbackun konstruktiv. Është mënyra se si i korrigjojmë me nxënësit, pra një gabim bën diferencën e madhe midis motivimit për rritjen dhe dekurajimit total. Prandaj ne duhet të kemi kujdes janë këtu për lavdërimin. Ne duhet të lavdërojmë nxënësit, por jo për inteligjencën, por ne duhet të lavdërojmë për përpjekjen. Pra në vend fjalëve ti je shumë inteligjent, gjë që krijon ankth dhe dështim të ardhshëm, përdorim më pëlqeu shumë mënyra se si u përpoqe dhe strategjia që përdoret për të zgjidhur këtë problem. Apo kjo mëson atyre se suksesi vjen nga puna. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta bërë gjë, sepse nëse lavdërojmë inteligjencën, pra padashje e frym edhe nxënësit në këtë pikë, dhe gjithashtu e bëjmë në ankth që nxënësit thotë që po pse unë që kam inteligjent pse se kap dot këtë gjë. Prandaj është më mirë të fokusohemi që ti ke strategji, ti ke dëshirë, ti ke përpjekje, bëre përpjekje, shfaqe dëshirën, se ke shfaqe disa strategji, dhe ku e lavdërojmë për të gjë, e inkurajojmë që ti mund të ecësh përpara. Po gjithashtu dhe kritika objektive e veprimit, dhe kjo do të jetë është e rëndësishme, sepse kur korrigjon, kritikon veprimin dhe jo personin. Këtë do ta mbajmë mend gjithmonë, që ne kur korrigjojmë detyrën, provimin, po jo gjithë personalitetin e personit.
Dhe kjo shpesher nxënësit e marrin si kur mësuesit korrigjojnë nxënësit personin si është ai apo ajo në këtë gjë. Prandaj dhe kjo është e rëndësishme. Për shembull, kjo detyrë ka nevojë për më shumë kërkim. Pra mos e themi atë, po të themi ti në vend ta themi këtë gjë, po jo në vend të ti nuk di të bësh kërkim. Po e the ti nuk di të bësh kërkim është shumë e ke ngelu në klasë, me thonë, e ke thonë që ti s'bën më. Në këtë pikë ti nuk e ke se kap të pikë më beri. Dhe ja ke prerë gjithë shpresat, inkurajimin, e ke dekurajuar, e ke quar në errësirë dhe harroje të bëj përpjekje maksimale apo përpjekje minimale për të bërë diçka. Në këtë mënyrë nxënësi mbron dinjitetin kur ti thua që ti dhe nuk dihet dhe ndihet i sulmuar personalisht. Gjithashtu ne kemi thonë dikur në për takimet tona të grupit mbështetje për mësuesit që kritika do të bëhet sanduiç, pra lavdërim, kritike e ndershme, e konstruktive dhe përsëri lavdërim. Pra që personi duke bërë këtë si sanduiç kritikën e kupton që mësuesja nuk po më kritikon për personin që jam, se kush jam, po më kritikon për këtë pikë të vogël, për detyrën apo për provimin apo për përgjigjen e kësaj pyetje specifike. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse edhe ne të rritur kur na fillojnë të kritikojmë, ne e marrim sikur po na kritikojnë se kush jemi ne si person, dhe edhe ne reagojmë, kë kritikon dhe nuk dëgjojmë kritika shkon bosh, nuk sjell ndërtim tek nxënësit. Pra gjua dhe feedbacku konstruktiv është i rëndësishëm. Gjithashtu ne duhet të krijojmë një midis të sigurt për gabimin. Vetëvlerësimi lulëzon vetëm atëherë kur nxënësi nuk ka frikë nga dështimi. Pra kemi folur edhe në konferencën e leadershipit ku takuam fizikisht që dështimi është pjesë normale e mësimit dhe të gjithëve ne edhe nxënësve në radhë të parë. Po ne duhet të normalizojmë gabimin, dështimin. Trajtimi i gabimit si një hap i natyrshëm drejt zbulimit u heq nxënësve në ankthin e performancës dhe perfekcionizmin toksik. Pra ne mund të themi, ti bëre përpjekje, sa radhe u bë gabim, po unë të vlerësoj për përpjekje, të vlerësoj për strategjinë që ti mendove për këtë pikë. Hajde gjejmë një strategji tjetër. Hajde të provojmë në mënyrë tjetër për ta gjetur, ta zgjidhur problemin, apo për ta gjetur, për të dalë të suksesshëm. Pra, në këtë pikë ne gjithashtu duhet t'i japim pra një mbështetje emocionale, dëgjimi me empati u jep nxënësve ndjenjën se kanë vlerë, pavarësisht notave në dëftes, dhe kjo është shumë e rëndësishme në këtë gjë, sepse kur dëgjojmë me empati, pra u japim nxënësve ndjenjën se kanë vlerë si qenie njerëzore, pavarësisht notave në dëftes. Vetëvlerësimi i shëndetshëm bazohet në kompetencë reale, ndërsa i fryr bazohet në lëvdata boshe, pa punë nga pas, gjë që i bën ata jashtëzakonisht të brisht. Gjithashtu këtu kemi strategjitë praktike dhe ndikimin e tyre. Këtu kemi 4 veprime që do bëjnë mësuesit, që mësuesit bëjnë 4 veprime, pra dëgjojnë, delegojnë, identifikojnë pikat e forta dhe caktimi i qëllimeve. Dhe çan ndikimi sjell kjo direkt tek nxënësit. Pra kjo është strategjia, pra. Që nëse ne si mësues jemi dëgjues, atëherë nxënësi dihet i rëndësishëm, i respektuar, dhe ndjen se zëri i ka peshë reale në klasë, dëgjohet dhe sjell një atmosferë të bukur dhe të lejon ty që ti mund të ndikosh për mirë, të ndërtosh për mirë tek nxënësi. Gjithashtu, delegimi i përgjegjësive jep nxënësit ndjenjën e kompetencës dhe dobisë brenda komunitetit të klasës. Për shembull, mund të nxjerrësh nxënësit të bësh lider grupi apo gjëra tjera, por gjithashtu identifikimi i pikave të forta ndihmon nxënësit të gjejë talentin e tij unik, udhëtit që mund të ketë, apo talenti, sidomos ku ka përgjegjësi në aspektin ngushtë akademik. Pa mund të gjesh dhe një talent tjetër, udhëtit tjetër,
që të ndryshme që më kanë nxënësit. Dhe në këtë pikë gjen pikat e forta dhe inkurajon ato. Gjithashtu caktimi i qëllimeve të arritshme, arritjet dhe sukseset e vogla, radhësi krijon shijen e fitores dhe rrisin gradualisht vetbesimin. Pra le t'i japim nxënësve besim në gjërat e vogla. Dhe pasaj kur ato arrin të bëjnë gjërat vogla, rritet vetbesimi, thonë, u mund të provoj gjërat mëdha. Gjërat mëdha dhe në këtë pikë kjo është e rëndësishme, pra, sepse nëse ne jemi besnik në gjërat e vogla, do jemi dhe besnik në gjërat e mëdha. Edhe nëse ne japim besim në gjërat e vogla, do japim besim edhe në gjërat e mëdha. Edhe nëse nxënësi gjen besimin në gjërat e vogla, e do provoj që të marrë besimin për gjërat e mëdha. Pra edhe kjo është një strategji praktike në ndikimin që ka mësuesit në ndërtimin e vetbesimit të nxënësve. Por gjithë këtë strategjinë do ta përshtasim pra sipas moshave, sepse është ndryshe. Mënyra se si aplikojnë praktikqase duhet të ndryshojnë në rëndësisht sipas moshës së nxënësit, duke ndjekur nevojat e tyre psikologjike. Pra ne dim shkollat në veçare është nga 6 deri 15 vjeç dhe mesmja është 16, 18, 15, 18 vjeç. Për këtë gjë, pra, ne kemi pra që fëmijët e masin veten përmes asaj që munden ose nuk munden të bëjnë aktualisht. Pra, fëmijët në këtë fazë kërkojnë strukturë të qartë dhe miratim të jashtëm. Ata e masin pra atë që ne thamë pak më parë, pra. Por ne do të shikojmë sistemi i përgjegjësve të klasës. Për shembull, mos u jepni detyra vetëm nxënësve ekselent. Nxënësit që janë më të mirë, nxënësit më të mirë, mos i jepni vetëm atyre detyra, krijoni role për të gjithë. Me shaka, po që mund ta merrni edhe seriozisht, pse jo? Për shembull mund të bëni që ministri i energjisë është ai që fik dritat, ose menaxheri i materialeve, apo lideri i rreshtit. Pra, ku një nxënës që ka vështirësi në matematikë me një rol zyrtar, ai ndihet i vlefshëm për grupin. Pra, grupin, pra kjo është shumë e rëndësishme. E kupton që nëse është i dobët në lëndën tënde, gjej diçka tjetër në klasë që ai të ndihet që okay, unë nuk jam mirë në matematikë, pa e mësuesi matematikës më do, më respekton, më inkurajon, më jep besim. Dhe kjo është një gjë që ne do ta bëjmë, se siç e thash në fillim, roli ynë ne jemi arkitekt të personalitetit të nxënësve. Ne nuk japim vetëm informacionin e lëndës, po ne jemi edhe për të ndërtuar vetëvlerësimin e nxënësve. Informacionin ne japim për gjithë klasën, po jo gjithë, ne dim jo gjithë nxënësin e thithin, e përthithin dhe janë ekselent në lëndën tonë. Ne dim të gjë, por ata që nuk janë, pavarësisht ne mund t'i ndërtojmë nga ana karakterit tyre, personalitetit tyre, jemi arkitektët, mund t'i ndërtojmë vetëvlerësimin e tyre, t'ia bëjmë vetëvlerësimin e tyre të shëndetshëm. Okej, gjithashtu ide tjetër është dhe muri i përmirësimit, pra ju i famës, këtu është ekspozoni punë që tregojnë progres në vend të notave të 10. Vendosni diktimin e javës së parë me gabime krah diktimit të javës së 5 për të treguar rritjen personale. Pra rritjen personale që nxënësi shikon veten që dhe krahason me veten e vet. Dhe jo ne do të ndalojmë që nxënësit të krahasojnë veten e tyre me të tjerët. Se po e krahasojnë me të tjerët, ata nuk kanë paqe. Dhe jo gjithmonë do jenë të barabartë. Dhe do ketë probleme me vetëvlerësimin e tyre. Në shumicën e rasteve nxënësit do kenë vetëvlerësim të ulët. Sepse jo gjithë nxënësit në të gjitha lëndët janë me 10, edhe nëse janë tjera, të tjerët do ndihen keq për këtë gjë. Dhe ne nuk jemi aty për këtë gjë, ne jemi aty për të ndërtuar vetëvlerësimin, dhe ky është roli ynë, për të ndërtuar vetëvlerësimin tek nxënësit. Gjithashtu fuqia
e ndesë, kemi thënë, pra ku një nxënë thotë që nuk e bëj dot këtë. Mësuesi duhet ta plotësoj me ende. Nuk e bën dot këtë ende. Akoma nuk e bën. Pra kjo tregon se nuk po dështojmë, por po mësojmë rrugës. Pra kjo është fuqia që mësuesi do bëj. Kur një nxënës thotë, unë dështova, dhe kur ajo të gjithçka nuk e bëj dot të lëndë, se kuptoj dhe pikë dorëzoj. Mësuesi duhet t'i japi shpresën. Ende ti nuk e bën të gjë. Po të bësh përpjekje, po të ndryshojmë strategjitë, po të bësh në mënyrë si ti do promisosh, e do bësh më mirë se ç'ke qenë ti në të kaluar. Gjithmonë ne si mësues duhet të nxisim dhe t'i themi të vendosim rregull që nxënësit duhet janë lejohen të krahasohen vetëm me veten e tyre të dikurshme. Nuk lejohet të krahasohen me nxënësit e tjerë. Duhet ta kemi rregull në për klasat tona. Të paktën unë këto e kam shumë të rëndësishme personalisht në këtë gjë që pse duke e krahasuar me njëri tjetrin ne po lindim njerëz që kanë lakmi, kanë zili, kanë xhelozi, rritet xhelozia dhe pastaj çuditemi që pse kur janë të rritur 30-40 vjet akoma janë me xhelozi. Akoma sepse krahasojnë janë mësuar që në kopës, që në shkollë, në veçare, të mesme, duke krahasuar me të tjerët, duke krahasuar veten e tyre me të tjerët. Dhe kjo është problem, kur ti krahasohesh me të tjerët, krahasohesh me veten tënde. Dikur ti ke qenë, si ke qenë më parë, si je sot, dhe patjetër do jesh më mirë. Dhe ti ngren vetbesimin tënd, je më i shëndetshëm dhe shikon veten tënde. Çdo njeri ka rrugën e tij, çdo nxënës ka rrugën e tij unike, jetën e tij unike, rrugëtimin e tij unik. Dikush ka ritmin e të mësuarit unik, dikush mëson më shpejt, dikush më ngadalë, por nuk do thotë që nuk do ecin në jetë, do ecin. Por ne jemi aty, arkitektët e personalitetit, ne jemi aty për të ndërtuar vetëvlerësimin e shëndetshëm të nxënësve. Okej, gjithashtu edhe për teknika për gjimnazin, këto kemi si në gjimnazin janë nxënës si 15-18 vjeç, është diçka ndryshe, nuk mund të bëjmë të njëjtën gjë që bëjmë edhe me shkollën nëntëvjeçare. Pra në gjimnaz, adoleshentët po kalojnë në fakt në të moshë, kalojnë në krizë identitetin dhe janë shumë të ndjeshëm ndaj vërtetësisë së mësuesit. Dhe ata duan gjëra të vërteta. Pra një teknikë pra për të është vetëvlerësimi reflektuar që quhet, që është pra pas projekteve kërkoni të shkruajnë çfarë bëra mirë dhe ku mund kisha bërë më mirë për të shmangur rolin e viktimës së notës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo zhvillon metakognicionin dhe i bën pronar të procesit, duke shmangur ndjenjat të qenit viktim të notës. Pra që kërkoni që ata të reflektojnë, të shkruen me shkrim këtë gjë, një të shkurtër, gjysmëfaqe, një faqe e më shumë, se çfarë bëra më mirë dhe ku mund të kisha bërë më mirë. Ata reflektojnë vetë dhe duke reflektuar, ato mësojnë vetë. Edhe shikojnë vetë në tyre që, okej, këtë gjë e bëra, e mësova herë tjetër, nuk do ta bëj kështu, ta bëj më mirë. Edhe vetë vlerësimi reflektuar, pra reflektimi është shumë i rëndësishëm dhe një mënyrë, një teknikë që edhe nxënësit e gjimnazit mund të mësojnë. Gjithashtu mentorimi midis bashkëfushatarëve, një nxënës që pra një nxënës që nuk shkëlqen në teori mund të jetë i shkëlqyer në Excel ose në dizainimin e prezantimeve. Vendosini atë të udhëzojë të tjerët për t'i dhënë statusin e lishëm të ekspertit. Pra gjeni diçka unike të nxënësit dhe i angazhoheni, përfshiheni me bashkëpunëtarët, pra përfshiheni të jenë pjesë e rritjes së tyre në këtë gjë. Gjithashtu dhe një teknikë tjetër është dialogu sokratik, pra kur një nxënës jep një përgjigje të gabuar, mos e korrigjoni flak për flak, por pyeteni interesante si arritën në këtë përfundim.
pa që për të arritur edhe dignitetin, pra se është rëndësishme pra mbani mend, ne jemi mësues që jemi arkitektët e personalitetit. Ne jemi aty për të ndërtuar vetvlerësimin e shëndetshëm, vlerësimin e shëndetshëm dhe në këtë rast ne duhet sidomos të nxënësit e shkollës mesme duhet të ndërtojmë, do të kemi një platformë dialogu. Duke edhe kur ata japin përgjigje të gabuara, ne duhet ta respektojmë dinjitetin e tyre, jo ta poshtërojmë publikisht, por ta bëjmë që ta kuptojnë vetë në këtë gjë. Pra, duke bërë një pyetje të tillë, po si arritet ti në këtë përfundim? Çfarë strategji përdore ti? Është interesante ta dëgjojmë në këtë gjë, pse jo? Pse jo? Dhe në këtë mënyrë, gjithashtu ku je në grupe të vogla, zakonisht unë pyet nxënësit, ka ndonjëri që ka përdorur një strategji tjetër për të arritur një rezultat tjetër në këtë pikë, edhe që të mësojnë nga njëri tjetri më shumë dhe për ta kuptuar strategjitë. Pra këto janë mënyra, teknika edhe për të përshtatur strategjinë, por fokusi është ndërtimi i vetvlerësimit të shëndetshëm. Tu pra kemi një të qasjen pra e diferencuar, që ne kemi këtë tabelën që është shumë interesante, pra që kemi bërë për shkollën veçare edhe për gjimnazin. Fokusi është kryesor, pra është siguria dhe inkurajimi vazhdueshëm e instrukturuar pra në shkollën veçare, kurse në gjimnaz që autonomia, vërtetësia dhe respekti reciprok profesional. Në gjimnaz është diçka më ndryshe, pra, kurse në shkollën veçare mënyra e lavdërimit bëhet publike, i bën të ndjen kënaq para grupit, kurse në gjimnaz në privat ose shumë specifike për të shmangur sikletin social. Pra, sepse në gjimnaz është më mirë me nxënësit të gjimnazit e adoleshentët që të flisi tek për tek. Madje edhe për komplimente edhe për lavdërimet, po të bën specifike dhe tek për tek do të ishte edhe më mirë për ta. Por ku për gabimet, për shembull të shkollët në veçare, gabimet shihen si hapa thjesht të natyrshëm mërsimi, ne mësuesit kështu të shikojmë që në gabimin mësojmë, edhe në gabimet e të tjerëve mësojmë, dhe aq më mirë, në gabimet e tjerë mësojmë më shumë, edhe në gabimet tona mësojmë. Është natyrshme, do gabojmë, jemi pjesë për proces i të mësuarit. Gjithashtu kurse në gjimnaz pra shihen si mundësi për analizë kritike dhe reflektimi. Në gjimnaz tani janë më të rritur, tani tani do të reflektoni, të bëni analizë kritike për atë gabimet që ju bëni, sepse siç kemi folur më përpara, mësuesi duhet të bëjë që nxënësit të kenë mendimin kritik. Dhe si nxënësit e shkollës mesme, meqense dua autonomia, pavarësi, po janë duke kërkuar identitetin, kush jam unë, etj. me radhë, atëherë ne duhet të zhvillojmë dhe mendimin kritik, që të nxjerrim njerëz qytetar me mendim kritik, sepse është shumë rëndësishëm që qytetarët të kenë mendim kritik, që çdo gjë që dëgjon ti filtron, i analizon, i reflekton. Dhe ky është momenti që në adoleshentë që ne ta nxisim këtë gjë, dhe çdo gabim ta shfrytëzojmë që të thëmë, le të mendojmë për këtë gjë, le të reflektojmë, le ta analizojmë. E roli mësuesit, patjetër që në shkollën veçare mësuesi duhet të jetë një figurë autoritare, mbështetëse, e ngjashme me prindin, kurse në shkollën e mesme është më shumë një mentor dhe këshillues profesional i procesit të rritjes. Pra në shkollën e mesme është diçka më shumë, diçka më thellë, është më personale, mentor, këshillues. Por në shkollën nënveçare duhet të ketë më shumë, duhet të ketë atë autoritetin, pra dhe vjet mbështetës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po gjithashtu ne duhet të kemi edhe një checklist për në fund të ditës. Në fund të ditës duhet të bëjmë këto 4 pyetje. 4 pyetje që janë shumë të rëndësishme. Ne t'i mësojmë përmendësh këto dhe t'i bëjmë në fund të ditës, pra për shembull, ai lavdërova përpjekjet e strategjisë sot, jo vetëm rezultatet e gatshme të punës. Ai dhash mundësinë një nxënësit të heshtur
ose me vështirësi që të shkëlqej në një formë tjetër. Pra, a ishte korrigjimi im privat dhe krejtësisht objektiv për të ruajtur dignitetin e tyre para klasës, dhe a krijova një mjedis ku fjala nuk di apo nuk e di pranohen si një fillim i mbar dhe jo si një dështim final. Pa këto janë 4 pyetje të shumë të rëndësishme që mësuesi do i bëjë në fund të ditës, që çka ka bërë për ndërtimin dhe rolin e tij apo të saj në ndërtimin e vetvlerësimit të shëndetshëm. Këto janë 4 pyetje, për patjetër të kush ju dëshirojnë ne do ja dërgojmë dhe materialin, PowerPointin dhe unë ju inkurajoj që ne ti kemi këto përmendësh, ti dim përmendësh, ti bëjmë përmendësh. Dhe së fundi, unë dua pra ta mbyll me këtë thënie, si me atë që e nisëm, nxënësit mund të harrojnë çfarë u keni mësuar, por nuk do të harrojnë kur se si i keni bërë të ndihen. Ju jeni mësues, po jeni edhe mentor. Ndërtimi i vetvlerësimit të shëndetshëm nuk është një leksion i vetëm, por një proces i imët i përditshëm. Kur ne besojmë me vërtetësi të nxënësit tanë, ata gjenë forcën dhe guximin të besojnë te vetja. Dhe unë dua pra që ta mbyll këtë prezantim me një falënderim për përkushtimin tuaj të dashur kolegë. Ju falenderoj shumë që ju jeni të përkushtuar në ndërtimin e vetvlerësimit të nxënësve tuaj dhe inkurajoj që të vazhdoni këtë punë të mirë që ju e keni nisur.